Rreshjet e ditëve të fundit kanë krijuar problematika edhe në bashkinë Dropull. Në një pjesë të fshatit Dervician, ujërat jo vetëm që kanë përmbytur fushat, por kanë hyrë edhe në për rrugët e lagjeve, duke përmbytur edhe disa banesa. Situata mbetet shqetësuese, pasi niveli i ujit rrezikon edhe një kabinë elektrike në këtë lagje, duke lënë për orë të tëra pa energji një pjesë të fshatit. Autoritetet janë në teren, por banorët kërkojnë ndërhyrje më të shpejtë për të shmangur përkeqësimin e situatës. Na kanë bërë ato murin, është me beto dhe nuk dalin ujrat. Gjithmonë që ka rëshkë, çfarë të them? Rrezikon shtëpia? Rrezikohet. Depon poshtë kam plot me ujë në shtëpi. Jemi të rrezikuar. Këtu sidomos në lagje tonë ka qenë shumë e keqe. Kemi qenë ditë e dinet pa drita. Në errësirë. Ja lagur disa shtëpi këtë janë dhe poshtë të them. Asë një mas kanë marrë. Gjithë natën kështu njerëzit vërdall pa drita, pa... Si mos më keq po të jesh dhe sëmur. Për ata që kanë gjë sëmur, shumë keq. Po këndër të nga e marta pas dite, në kinë orën 3. Kinë orën 3 pas dite, 3 ditë pa drita, si të bëjmë? Këte ka problem, ja, të është pja... Kam probleme. Kishte, ishe futë dhe se voksera. Pastaj ja, pa drita, a be kjo punë? Kryeplaku i fshatit Filip Boboli shprehet se kjo situatë përsëritet sa herë ka rreshje të dendura duke rrezikuar banorët e zonës, si nga përmbytjet ashtu edhe nga kabina që mbushet me ujë. Ai kërkon që instancat përkatëse të marrin masa të menjëhershme për të shmangur çdo lloj rreziku. Situata e lagjes këtu, që ditën e parë para 2 ditësh, kishim të mëdha prurje uji nga mali dhe tubinat që janë në rrugë nuk funksionuan nga uji i shumta që kishte dhe plus dhe mbeturina që solli prurja e ujit nga mali. Edhe banesat rrezikojnë, edhe rrugët nuk janë të kalueshme, pa energji, kemi 3 ditë pa energji dhe asnjëri s'na ka ardhur. Në momentin e parë që i morëm telefon të tërë ishin prezent këtu. Nga dita e ditë të nesërmen s'kemi parë gjë fare këtu, përveç bashkisë me një mjet të vogël. Njerëzit dhe banorët e lagjes këtu dhe sidomos të fshatit janë në gjendje emergjence dhe janë pa mbështetje. Në krah këtu kemi shtëpi banimi. Këtu kalon 10.000 ishe, 10.000 vol. Me këtë lagështi, me këtë situatë që është përmbytur transformatori, nuk e di se mos kemi dhe probleme të tjera. Tani po presim nga drejtoria e OSHS, se folëm në mëngjes, që do na vijnë të ngrënë transformatorin në lartësi dhe të bëjnë ata veprimet e tjera për të siguruar energjinë elektrike. Autoritetet lokale theksojnë se po monitorojnë nga afër gjendjen, ndërsa banorët kërkojnë një zgjidhje të shpejtë dhe afatgjatë për të shmangur përsëritjen e situatave të tilla. Për momentin rreziku mbetet i pranishëm dhe fati i kabinës elektrike si dhe i disa banorëve do të varet nga intensiteti i rreshjeve në orët në vijim.